Xhubleta në sfilatat e modës në Milano. Xhubleta shqiptare kanë ngjitur skenën e njerëz prej sfilata më të mëdha të stilit në botë javës së modës në Milano. Silicia Moralda Durra prezantoi koleksionin e saj të titulluar 1001 fije, e cili mori duar trokitje gjatë sfilatës organizuar në Hotel Four Seasons. Ky koleksion i ndërtuar mbi elementet e xhubletës, veshja më e hershme tradicionale shqiptare, përfaqëson një omazh bashkëkohor për trashëgiminë kulturore të popullit tonë. Pjesët u krijuan kryesisht me shajak të zi zbukuruar me kajtane, duke sjellë një interpretim modern të një simboli të lashtë kombëtar. Para se të prezantohej në Milano, koleksioni kishte fituar çmimin e parë The Musa Competition 2025, një konkurs i mbështetur nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Durra e sheh xhubletën si një lidhje gratë shqiptare të shoqërisë së hershme me ato të kohës moderne. Një element i veçantë është fakti që xhubleta, që nga viti 2022 është shpallur pjesë të trashëgimisë kulturore botërore të mbrojtur nga UNESCO.